për shqiptarët në këtë industri, a kemi emra të tjerë që ke njohur gjatë rrugës edhe a japi shqiptarët dorën njëri tjetrit për ta ndihmuar? Absolutisht, shqiptarët, industria është shumë e madhe dhe në shumë projekte filmike ka shqiptarë që debutojnë, ka shqiptarë që luajnë, si në filmat mëdha ose edhe në filma seriale, ka në ata. Nuk e kam patur mundësin përveç një shqiptari që kam luajtur Show Me Hero. A Hero është shqiptari i famshëm Gjergj Belushi, atë kam patur mundësin ta njoh nga afër. Edhe bile me përgëzoj, se po më thoshte edhe me atë termat shqipe, shqipe. Edhe por është pa një shqiptësi me veçantë. Shqiptarët e tjerë ka si stash, por nuk e kam patur mundësin t'i takoj, paktën në shërgjërime ku jam unë, sepse është lema, është e madhe dhe... Mbase nuk u janë ndeshur edhe rrugët. Qartë. Pikërisht kjo është, sepse nuk ne ndashur, nuk kemi ndeshur gjatë rrugës, që një shqiptar të veçantë ose janë të spikatur, por që jetojnë edhe punojnë edhe sakrifikohen brenda kësaj industrie, absolutisht që ka.